Speci djegës të shpëtoni jetën, ja arsyet përse duhet ta konsumoni çdo javë. Speci djegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, llapia, sëmundjet e stomakut, temperatura, problemet me tretjen, gjithashtu edhe çrregullimet hormonale, të vjellat dhe problemet e bajameve. Speci djegës luan një rol pozitiv gjithashtu edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular, ku do të ketë ndikime efektive kundër një sër komplikacionesh. Speci djegës është tejet mirëbërës për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikime të menjëhershme në sistemin e qarkullimit të gjakut, arterieve, gjithashtu edhe të tensionit të gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave i atribuohen kapsaicinës, një substancë shumë e rëndësishme në dietën tuaj që mund të luajë një rol pozitiv edhe për shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer gjithashtu kundër dhimbjeve dhe përdoret nga industritë farmaceutike për kremra ose tretësira të ndryshme, të cilat janë efektive kundër problemeve të artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave të kuqdjegës do të ulët tensionin e gjakut, kolesterolin dhe do të pengojë gjithashtu edhe krijimin e trombozave. Këto probleme mund të shkaktojnë edhe ataku në zemër, ndaj sa më të kujdesshëm duhet të jeni në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni. Speci i kuqdjegës është një burim i shkëlqyer i karotenoideve, antioksidant të fuqishëm që parandalojnë dëmtimin e shkaktuar kryesisht nga radikalet e lira. Sipas Healthline, speci i kuqdjegës përmban sasi të lartë të vitaminës A. Dy lugë gjedhe me spec të kuqdjegës në varietetin Plur do të ofrojnë në të paktën 47% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuqdjegës janë në burime shumë të mira të vitaminës C, vitaminës B6, vitaminës K, manganit, gjithashtu edhe elementeve të duhur të fibrës në dietën tuaj. Speci i kuqdjegës mund të përdoret si i thatë, gjithashtu edhe i freskët, dhe ndikimi që do të ketë në organizëm do ta bëjnë atë një prej produkteve më fantastike në këtë aspekt. Ndaj, nëse doni të përfitoni prej vlerave të tij, sigurohuni që ta përfshini me patjetër në gatimet tuaja të ndryshme, siç është në mish, në supa ose edhe në fasule. Niveli i nxehtësisë së specave të kuqdjegës mund të ulet disi nëse largoni edhe farat nga këto speca. Speci i kuqdjegës do të forcojë metabolizmin. Speci i kuqdjegës është jashtëzakonisht efektiv kur vjen puna gjithashtu edhe në humbjen e peshës, pasi përmban edhe më shumë kalori. Gjithashtu, përfshirja e specave të kuqdjegës do të ulët trigliceridet, gjë që ndihmon në djegjen e kalorive të tepërta të trupit dhe rregullimin e funksioneve të duhura të tij, citojnë ekspertët. Ai gjithashtu parandalon çrregullimet e tretjes dhe do të japë rezultate më të mira në sekretimin e lëngjeve tretëse. Speci i kuqdjegës ka veti të mira antioksiduese. Radikalet e lira të pranishme në organizëm janë përgjegjëse edhe për shkaktimin e dëmeve të qelizave dhe nervave dhe në enët e gjakut. Speci i kuqdjegës është një burim i pasur i vitaminës A, vitaminës C, të cilat janë antioksidant shumë i fuqishëm për të shtuar vazhdimisht edhe në dietën tuaj moderne. Ato ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira në trup dhe ndihmojnë trupin në trajtimin e problemeve të zemrës, osteoartritit, aritmisë bronkiale, gjithashtu edhe komplikacioneve të ndryshme të tij. Ndaj, sigurohuni t'i përdorni si duhet ato në dietën tuaj. Speci i kuqdjegës është një burim shumë i mirë i elementëve ushqyes që çlirojnë edhe trupin nga dhimbje të ndryshme. Kapsaicin që gjendet e specat e kuqdjegës bllokon transmetimin e dhimbjeve të ndryshme në organizëm dhe lehtëson gjithashtu edhe problemet e saj. Ndihmon në trajtimin e problemeve që lidhen me herpesin ose edhe probleme të ndryshme të lëkurës. Ndaj, përfitimet e saj në menun tuaj ditore do të jenë vërtet mbreslënse dhe do të lehtësojnë komplikacionet e menjëhershme. Sa më shumë speca djegës t'i shtoni në dietën tuaj, aq më shumë përfitime keni, gjithmonë edhe nëse i konsumoni brenda normës së duhur. Specat e kuqdjegës janë në një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për forcimin e sistemit tuaj imunitar.
Speci i kuqdjegës është i pasur me vitaminën C që stimulon qelizat e bardha të gjakut në luftën kundër infeksioneve, gjë që çon në forcimin e imunitetit. Vitamina C dhe flavonoidet gjithashtu parandalojnë probleme të frymëmarrjes, siç janë inflamacione të mushkrive, astma, frymëmarrje të rënduara. Specat e kuqdjegës kanë vlera mjaft të mira ushqyese për sa kohë përdoren pa i tepruar. Ato do të ndikojnë pozitivisht për shkak të vetive të tyre dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Speci i kuqdjegës duke se është një ilaç i fuqishëm efektiv edhe kundër një sër problemesh të cilat i kanosin vazhdimisht trupit tuaj. Dieta bazohet në teorinë se këto element dhe riekuilibrimi i metabolizmit janë në gjendje të parandalojnë komplikacione të shëndetit dhe të ndikojnë gjithashtu në fuqizimin e tij. Kohët e fundit, kërkuesit e Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles kanë studiuar efektet e kapsaicinës në laborator, duke arritur në atë përfundime se ato ndihmojnë në parandalimin e shumë llojeve të problemeve të radikaleve të lira, sidomos ato të cilat lidhen me prostatën, mushkëritë, gjithashtu zorrën e trashë të tjera. Speci i kuqdjegës është shumë i pasur për të përfshirë në dietën tuaj pasi përmban nivele shumë të mira të kapsaicinës. Përbërësi ky kryesisht aktivisht farmakologjik, flavonoide, vajrave esencial, karotenoideve, celulozës, kalciumit dhe hekurit. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet e tjera, citon Elsaj. Gjithashtu të specat e kuqdjegës do të gjeni vitaminën A, vitaminën K, vitaminën B e të tjera. Studimet e fundit antiinflamatore të specave të kuqdjegës kanë nisur shumë kohë më parë në dietën Moreman të eksperimentuar në Holandë që prej viteve 1930. Speci i kuqdjegës përdoret kundër depresionit edhe në Indi, thuhet se ai është një stimulues shumë i mirë i situatave të tilla dhe ndihmon gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve që mund të vinë me kalimin e ditëve. Humbja e peshës dhe djegja e dhjamit mund të jenë një proces i lehtë nëse hani speca të kuqdjegës, citon Step to Health. Kjo për shkak se speci i kuqdjegës ju ndihmon të kufizoni sasinë e ushqimeve që konsumoni dhe inkurajoni trupin të djegër më shumë kalori. Dr. Marilyn Glaville, nutricioniste, thotë se speci përmban një substancë të quajtur kapsaicin, dhe është pikërisht ky i fundit i cili lufton shtimin në peshë duke zvogëluar nivelin e dhjamit në trup, duke reduktuar kaloritë që konsumoni. Specat i japin nxehtësi edhe substancat që ato përmbajnë. Ekspertët thotë se ndihmon në procesin e quajtur termogjeneza kur trupi konverton dhjamin në nxehtësi dhe kështu ndiqni më shumë kalori. Por si mund ta konsumoni specin? Speci i kuqdjegës mund të konsumohet në forma të ndryshme, mund të konsumohet i freskët si pjesë e sallatave ose si pluri i thatë që mund të përdoren në shumë ushqime, si ushqimet e detit, mishje të tjera. Speci i kuqdjegës është i përfshirë vazhdimisht në menut tuaja ushqyese. Ai mund të mbështesë shumë mirë sistemin imunitar. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që lufton dëmet e qelizave, rrit përgjigjen e sistemit imunitar ndaj mikrobeve dhe ka veti antiinflamatore. Specat e kuq janë të pasur gjithashtu me vitaminën C, megjithatë pjekja e tyre redukton përmbajtjen e vitaminës C deri në 25%. Ofron një përmirësim më të mirë të shëndetit të syve dhe të lëkurës. Vitamina A dhe beta-karoten të specat e kuq ofrojnë mbështetje më të mirë për shikimin tuaj dhe shëndetin e syve. Vitamina A është gjithashtu e dobishme në mbështetjen e qelizave të lëkurës, shërimin e plagëve dhe rritjen e qelizave të bardha të gjakut. Specat e kuq janë një burim shumë potencial i disa vitaminave, mineraleve dhe përbërësve antioksidues. Interesant është se speci i kuq është gjithashtu një lloj i kapsaicinës që përmban element përgjegjës edhe për shijen e tyre pikante. Te specat e kuq do të gjeni kalcium, vitaminën A, vitaminën C, E, hekur, kalium, mangan, beta-karoten, vitaminën B6, folat, niacin, riboflavin, vitaminën K. Një filxhan me speca të kuq të freskët të preferuar do të ofrojë 23 kalori, 1 gram protein, 4 gram karbohidrate, 1 gram fibër, 3 gram sheqer dhe 3 mg natrium. Konsumi i tyre me moderim mund të kthehet në një alat të vërtet për shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.